and it is, I believe, a lifetime chance to be the Prime Minister of Albania and have in your hands the possibility to give or not give the floor to the German Chancellor. So the floor is yours, dear Chancellor Merz. Kancelari Gjerman Friedrich Merz ka propozuar që Kosovës dhe vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor, e po ashtu edhe Moldavis, tu përshpejtohet procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian përmes zgjidhjeve të reja që do t'i afronin më shpejt me institucionet dhe tregun e përbashkët evropian. Në një letër drejtuar presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa, presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe presidentit të Qipros, Nikos Christodoulides, të cilin e ka parë portal European Western Balkans, Merz ka theksuar se zgjerimi i Bashkimit Evropian është një domosdoshmëri gjeopolitike, por se procesi aktual po zgjat shumë tepër. Sipas tij, Bashkimi Evropian duhet qëndrojë vendosur në premtimin se vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldavia mund të bëhen pjesë e Unionit. Propozoi që të shqyrtojmë zgjidhje inovative edhe për ato vende kandidate që janë duke u përgatitur për antarësim tash e një kohë të gjatë dhe që t'ua përshpejtojmë procesin e antarësimit, ka shkruar Merz. Ai ka propozuar që këto vende të kenë qasje të privilegjuar në tregun e përbashkët evropian dhe lidhje më të afërta me institucionet e BE-s në procesin e përditshëm të vendimmarrjes. Sipas kancelarit gjerman, integrimi gradual mund të realizohet përmes krijimit të bllokeve të bashkëpunimit në fusha të caktuara politike, të cilat më pas do të shërbenin si bazë për zbatimin e plotë të politikave të BE-s dhe legjiflacionit evropian. Merz ka shtuar se kjo qasje do t'i afronte ndjeshëm vendet kandidate me Bashkimin Evropian dhe do të nxiste reforma të reja drejt antarësimit të plotë. Nga të gjitha shtetet e Ballkanit, Kosova ndodhet më së largu në rrugtimin e saj për t'u bërë pjesë e Unionit. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pati dorëzuar aplikimin për antarësim qysh më 2022, por kërkesa nuk ka marrë ndonjë përgjigje ende. Shqipëria dhe Malizi qëndrojnë më së miri në këtë rrugë, para shteteve tjera si kur janë Serbia, Maqedonia e Veriut, Bosnia e Hercegovina dhe Kosova. Në pjesën tjetër të letrës, kancelari gjerman është ndalur edhe te Ukraina, për të cilën ka propozuar një model të antarësimit të asociuar në Bashkimin Evropian, si hapi ndërmjetëm drejt antarësimit të plotë. Sipas tij, Ukraina duhet bëhet antare plotë e BE-s, por procesi i antarësimit nuk pritet të përfundojë së shpejti. Megjithatë, nuk kemi kohë për vonesa të tjera. Tani është koha të ecim përpara me integrimin evropian të Ukrainës përmes zgjidhjeve inovative, ka shkruar Merz. Ai ka sqaruar se statusi i antarit të asociuar mund t'i mundsojë Ukrainës pjesëmarrje në institucionet e BE-s me të drejtë vote, zbatim gradual të legjislacionit evropian dhe garanci më të forta sigurie nga shtetet antare. Letra e Merz vjen në kohën kur në Bashkimin Evropian po zhvillohen diskutime të reja për zgjerimin, ndërsa javën e kaluar 5 shtete antare kanë propozuar qasje graduale të vendeve kandidate në tregun e përbashkët evropian si mënyrë për të ruajtur momentumin e zgjerimit. On our continent and for our peace and freedom.